Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do të jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formulë, shkak është një angazhim personal. Java fillon me kryqin. Shpesh kjo kartë simbolizon peshë emocionale, përgjegjësi ose një situatë që kërkon durim dhe përballje shpirtërore. Në fillim të javës ju mund të ndjeni se po mbani mbi vete një barrë emocionale ose një situatë që kërkon shumë përqendrim dhe seriozitet. Kryqi shpesh tregon edhe një moment reflektimi për atë që ka rëndësi vërtet në jetën tuaj. Pas kësaj karte shfaqet hëna. Hëna lidhet me ndjenjat, intuitën dhe botën emocionale. Kjo tregon se ajo që po përjetoni në fillim të javës nuk është thjesht praktike, është diçka që prek ndjenjat tuaja. Ju mund të jeni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth dhe të reflektoni për mënyrën se si ndiheni në lidhje me një situatë të caktuar në jetën tuaj. Më pas kemi kartën e fëmijës. Fëmia për disa mund të simbolizojë vërtet një fëmijë në jetën tuaj. Për të tjerë, fëmia është një kartë që sjell energjinë e një fillimi të ri ose një mundësie të freskët. Pas një momenti reflektimi dhe peshe emocionale mund të lindë një ide e re ose një situatë që ju jep ndjenjën e një fillimi tjetër. Fëmia shpesh tregon diçka që sapo fillon dhe që kërkon kujdes për t'u zhvilluar. Më pas kemi zambakun. Zambaku është një kartë që simbolizon qetësi, pjekuri dhe ekuilibër emocional. Kjo tregon se ajo që fillon si diçka e re mund të sjellë një ndjenjë stabiliteti dhe harmonie. Zambaku shpesh lidhet me mençurinë dhe me aftësinë për të menaxhuar situatat me qetësi dhe maturi. Më pas kemi kartën e kopshtit. Dhe kjo kartë simbolizon mjedisin shoqëror, takime dhe ndërveprim me njerëz të tjerë. Kjo sugjeron që gjatë javës mund të ketë kontakte, takime ose situata ku ju jeni në një ambient më të hapur shoqëror. Mund të jetë një aktivitet, një bisedë në grup ose një moment ku lidheni me njerëz të ndryshëm. Pas kopshtit kemi kartën e peshqve. Dhe kjo kartë lidhet me burimin e të ardhurave, me përfitime, me para dhe rrjedhë materiale. Kjo tregon se situatat që ndodhin gjatë javës mund të kenë edhe një dimension praktik ose financiar. Pra mund të ketë një mundësi që lidhet me përfitim material ose me menaxhimin e burimeve tuaja. Në fund kemi kartën e gjarprit. Kjo është një kartë që simbolizon strategji ose një situatë që kërkon shumë kujdes. Kjo kartë sugjeron se në fund të javës ju mund të përballeni me një situatë që nuk është aq e thjeshtë sa duket në sipërfaqe. Mund të ketë një person ose një rrethan që kërkon vëmendje dhe mençuri për t'u menaxhuar. Këtu lidhet edhe karta e Prism Oracle që është happiness, lumturi. Kjo kartë sjell një energji pozitive dhe sugjeron se pavarësisht kompleksitetit që mund të shfaqet në fund të javës, rruga që po ndiqni ka potencial të çojë drejt një ndjenje kënaqësie dhe mirëqenieje. Pra, ju filloni javën me një situatë që kërkon seriozitet dhe reflektim emocional, ndjenjat tuaja mund të jenë më të thella dhe më të përqendruara në atë që ka vërtet rëndësi për ju. Megjithatë, pas këtij momenti lind një mundësi e re ose një ide që ju jep ndjenjën e një fillimi të freskët. Ndërsa kjo energji zhvillohet, situata mund të sjellë më shumë qetësi dhe stabilitet. Ju mund të gjeni një mënyrë më të pjekur për ta menaxhuar atë që po ndodh. Gjatë javës mund të ketë edhe kontakte shoqërore ose ndërveprime me njerëz që hapin mundësi të reja. Këto situata mund të lidhen edhe me përfitime praktike ose materiale. Megjithatë, në fund të javës mund të shfaqet një element kompleks që kërkon kujdes dhe vëmendje. Kjo nuk e zbeh energjinë pozitive të javës, por ju kujton se disa situata kërkojnë maturi dhe intuit për t'u menaxhuar. Paçim!